Faleminderit, përshëndes për telefonatën, unë ju lash ju dëgjova, por sinqerisht ajo që nuk më vjen mirë për këdo është le të themi mallkimi apo edhe të gjitha. Ndoshta po marr pjesën tjetër të kësaj që aq le të themi i ka vajtur zotërisë në një farë mënyrë me këta parlamentarë atje tek s'mban më derisa arrin që të thot diçka të tillë. Por i lutem të jemi të kujdesshëm. Mirëmëngjes, përshëndetje. Tjetër gjë kritika e çdo gjë tjetër dhe tjetër gjë nuk di po e cilësoj mallkima si të cilësoj, ajo është nuk është okej. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje? Po. Desha të thoja një dy mendime për fushatën. Patjetër. Tani po flas dy fjalë për Partinë Demokratike. Më duket që në hyrje ose që në logo është një fushatë dështuar. Pse? Sepse të thuash Shqipëria madhështore dhe të kesh objektiv që minimum jetik jetesës të jetë nën 200 euro ose deri në 200 euro është një turp, sepse ky nivel jetik nuk ka qenë as në vitin 1990. Pra, do më thënë, pas 35 vjetësh, ti kërkon të arish vitin 1990. Po hyrë pasaj në përmbajtjen e këtij koalicioni që është një amalgam njerëzish pa lidhje, pa elektorat, po nuk do të hyj ka gjatë sa puna. Problemin e kam me PS-n. Kjo karta e pasaportës europiane, kjo është një ëndër për gjithë shqiptarët. Dhe është një ëndër e bukur dhe duam ta realizojmë. Por nuk është vetëm ky problemi. Para i viti 2 vjetësh, politika shqiptare, duke ndjerë veten shumë të rrezikuar, filloi të artikuloj pikërisht plagët e këtij sistemi. Jo sistemi, jo oligarkët, të cilët sot janë haruar. Kjo është gangrena e Shqipërisë që jetojmë ne sot. Janë oligarkët. 10-15 familje oligarkësh kanë gjithë Shqipërinë në dorë. Ata në një ditë të bukur mund të pinë, të hanë, të dehen, e thonë, a ja ndrojmë dhe emrin kësaj Shqipëria, ja bëjmë shkërdati dhe ja bëjmë dhe shkërdati. Ja, të lutem. Më falë, Allah. Të lutem. Nuk po ofendoj njeri, po ofendoj veten në këtë rast. Ja, më shumë për fjalën, për etikën, të lutem. Okej. Dakor, se të rëndoj ke fjalë, po më rëndon mua, më rëndon gjithë opinionit shoqëror, sepse Shqipërinë nuk e kemi ne shqiptarët, e kanë oligarkët të lidhur edhe me tuajt. Po? Tjetër problem që ka, mirë, ne joshemi nga pasaporta europiane, por do vazhdoj Edi Rama ashtu si dhe Sali Berisha na dali me teorinë Shqipëria 1 euro. Por zotëri, Shqipëria është e jona, valla. Është e parëve tanë, kanë derë gjak para tanë, e kanë mbrojtur me thonjë, me gjak, me sakrifica. Ne tani, pa pikë logjike, dalim dhe Shqipëria 1 euro. Kush ta ka lënë ty më valla që jep Shqipëri 1 euro dhe? Dhe ne nuk i vëmë re këto gjëra. Këto janë ato që e hanë Shqipërinë nga brenda. Ja dhe e morën pasaportën. Dhe është ëndër, është shumë e bukur, sepse ne jep digjitet, po ne jep dhe mundësi lëvizje. Po ja ikëm lëvizëm në gjithë shqiptarët. Po pastaj, kushtu e populloj të bënd të? Ashtu si që flitet që do vinë të uaj, ashtu si dhe që po vinë. Okej. Tjetër që kam. E fundit, lutem. Më fali sekundë, se ti le tjerët, unë ere parë që po flasëm për e. Ju dëgjoj. Pa. Unë nuk shikoj në programet elektorale. Ore, kush është sektori strategjik i ekonomisë? Kjo është kryesore më bëridhot. Nuk mund të, dakord, më është zhvilluar turizmi, është për të admiruar, ka një impuls, ka një impakt, ka një nivel ekonomik, ka një qarkullim. Po kjo është shumë e mangët. Nuk mund të jetë bazë ekonomike turizmi, se e tregoi pandemia, të mbyllën kufit kush, zot vi njeri, do ngresh duart lartë. E dyta që ka një efekt negativ për shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare është minimizuar në kulturë. Ka bërë një ndryshim esencial social. Çka ke? Ke kamarier, banakier, furnitor, sekuri, menaxher. Kjo është shoqëria shqiptare, ky është niveli i shoqërisë shqiptare.
Pra, Ju kuptova, këtu e keni tek letimi profesionet që s'kan larmishmëri e këte ndej punojnë shumë në këto sektor, ju kuptova. Jo, po ti duhet të hapësh, ore, dikur ishte në Tiranë elektroteknikja. Dhe unë kisha mi, shokët e mi, diskutonim dhe unë merja vesh që ishte bobina, që ishte nukli, që ishte kjo. Ju kupta? Drejt, ju kuptova. Ju kuptova, janë të përshëndruar të ka i që thoni. Kamarier, banakier, kuzhinier, furnitor, menager, si që janë këta, edhe pak ka profesionet tjere të gjitha. Ju kuptova. Ora të dyja këto lloj partish, ka një database to se sa pa punë ka, cila struktura shoqërore, sa femra, sa meshkuj. Ora ai lugati, që themi ne, ai shikonte, ai pjesa gjysma e popullsisë është femra. Hapi në të gjitha qytetet kryesore, hapi artistike. Pse punëson të femrat më për këtë. Qa ka rogë është një nëzënde, s'ka si gjë, ngri një fabrik sapuni që punësojnë njerëzit. Qa ka kavaja, nuk ka si gjë, një fabrik qelqi, një fabrik letra. Po këta s'ka një detë. Mirë, sot më shumë di ka privati këto, e tjere tjere, po ju kuptoj, e qarta i që thoni. Me më privati ka, po ka edhe një orientim shtetëror. Pa tjetër. E fundit, të lutem. Jo se unë u bezdisa, po ka i shko kam, ju dëgjova deri në fund, e fundit. Për të mos prishur. Po. Mirë vlla. E fundit është kjo, po e marr një shembull konkret vogël. Plekteret janë ngritur vazhdimisht në për greva. E çka kërkojnë ta shkretët? Kërkojnë një stan në mal. Kërkojnë një subvencionim. Po mirë më bëri dot. Në kohën e atij Ramet Liut, niveli më i ulët i jetesës tonë ishte pa ham i bukë djathë e domate, pa ai e djathë. Po djathë sot ka vajt 12.000 e 14.000 lek. Po pse nuk i subvencionon këta? Pse si u ngrej një stan? Pse si u ngrej një basen ujë të vogël aty? Edhe t'i japësh edhe një subvencion për çdo lloj koke, se po sakrifikojnë ata 10 barinj që të ngel ty. E drejt. Po janë në programet e këtyre këto? Faleminderit. Të tallen me pensionistët, se e din që janë një Zotri, faleminderit, të lutem. Të përshëndes. Të përshëndes, të falenderoj mirë pritur në program, telefonoj më shpesh që të mos zgjatemi edhe kaq shumë, po ju dëgjova me vëmendje dhe me kënaqësi dhe absolutisht shumë të drejta ato problematike që ju ngrini. Mirëmëngjes, urdhëroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes, mund të flisni. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, e ullet pak zërin e televizorit që të komunikojnë më mirë. Mirëmëngjes, më thua, ju dëgjoj. Unë e di që e kam ullë zero. Jemi në rregull. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në radhë parë, ju urojmë shnet. Faleminderit edhe unë uroj një digje. Dakor? Po. Faleminderit, rrofsh. Mu vetëm i diçka më bën përshtypje. Patjetër. Pse inteligjenca shqiptare ka ra kaq poshtë për interesin dhe shitet për 5 lek? Në që kuptim? Me një shembull konkret që të... I minut. Shembull konkret, po t'jap me robazën. Njeriu maj diskreditumi dhe maj degenerumi në Shqipëri. Okej, mirë, zotri, të lutem, të lutem, me kolegë, me persona që nuk janë këtu që, të lutem. Për deputet. Po nuk është deputet, ai më është gazetar, po, të lutem, për persona që janë këtu, nuk janë këtu dhe nuk mund të ju përgjigjen, të jemi pak më të kujdesshëm. Nuk janë të zgjedhur nga qytetarët. Zotëria Shqiptarit edhe herë po të thonë. A e hapë telefonin? Po, patjetër. Me një gjë me kujdestesh. Patjetër. Se e lype vetë. Patjetër. Të lutëm. Po. Del frok qupi. Jo, okej, faleminderit. Faleminderit nëpërmjet regjisë, faleminderit. Tani sepse thonë shpesh herë, domethënë sillu dhe si zot shtëpie. Si zot shtëpie unë sillem shumë thjesht, shumë kollaj.
në një farë mënyre, pra që po nuk dua që të mbyll telefonatën, e tjerë dua që të merremi vesh shumë herë më mirë. Dhe nuk kishte më asgjë. Zotëria më mirë të më kritikonte mua, të më thoshte çdo gjë që përmban etika, le të më thoshte mua, se unë jam këtu mund të përgjigjem se sa dhe kolegët e tjerë. Mirë, keq, e tjerë, dakord, ka mendimin e tij, jo për t'i ofenduar, okej, një mendim diçka mund ta jap edhe për këta që janë kolegë gazetarë e tjerë, por ne nuk kemi të zgjedhur nga populli, ne gabojmë, bëjmë, por nuk kemi të zgjedhur, nuk marrim as taksat tuaja, as dhe një gjë tjetër. Okej, midhesh pushteti 4, dakord, jo me etiketime dhe ofendime dhe kaq. E me gjitha në momentin që nuk janë këtu. Më mirë merruni me mua në këtë aspekt. Mirë, përpara se të marrim telefonat si prokuror të SPAK edhe le të themi të shkojnë në një vend pune tjetër, në ligj mos gaboj është atje ku kanë qenë, por jo të gjithë mund të shkojnë atje ku kanë qenë, sepse disa gjykata dhe prokurori edhe janë mbyllur. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mund të flisni, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me kënaqësi. Andi. Urdo. Do të ndëva se tratë Latifi në Amerikës. Më thuaj, Latifa, Sherifa, Krisa ka emrin ai, më thuaj. Nuk ja them dot, unë i them Latif. Latif, okej, si të duash, po pa emër mos e lë. Ore. Urdo. Po ç'është ka mund të vjen ai në Amerika edhe bën këtu të fitojë Sali Berisha. Për çka ka ardhur ai? Për të nxjerrë Sali Berishën edhe Ilir Metën, edhe Lulzim Bashën që vrau 4 veta atje. Ç'është ka kjo punë? Edhe me Lulzim Basha një në Gjermani, edhe Sali Berisha me një në Amerika. Të marri dhe Edi Rama në një në Greqia, në Italia, ku e ka mirë, edhe të shpëtojnë këta. Kështu është zgjedhja në Shqipëri. Po? Tani Sali Berisha, Fatmir Mediu, Ilir Meta, rinë jashtë, kurse Erion Velia ka vjedhur. Mirë tani që bëri, dënoj. Po jo ban Erion Velin edhe nxjerr ata që ka vrarë, SPAK-u. Ne i kishim shpresat e SPAK-u, SPAK-u në veseliti. E mori Erion Velin se janë zgjeri. Kur nuk ka njeri teatr më të mirë, Edi Rama i ka të fituar atë zgjeri. Se s'ka më të mirë. Si me do, si gazetar. Merat e Gjemalia, ai gazetari, ai bravo i qoftë. Ma kanë të ishin ai Gjemalia. Ala i një stacioni mi mirë që flitë në gjara të hapurin. Faleminderit. Mirë. Nëse nuk keni diçka tjetër, ju përshëndes. Qa të fejmon Latifi vjen e thët Sali Berisha, kështu Sali Berisha. Kujta konë atje që të shaj Edi Rama të mbroj Sali Berishën. Qa da po qësë kjo? Nuk është paras në një vend të botës, edhe Lulzim Basha. I thot Edi Ramës, po vodhi rrugën e kombit, edhe dhejla atje si bukurosh. Edhe si së pak, asë një gjësim. E Fatmir Mediu, vetë merë në Amerika Latifi në bjektër. Ashtu është zgjedhja. E pandaj shkon Shqipëria kështu, në kohë. Po në ndëri të andi. Okej, mirë. Edhe punë të mbarë. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë juroj shëndetit çdo të mirë. Mirëmëngjes, ju urdhëroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Hajde më inshallah me fitore më. Që filloj ajo fushata. Po njosha Sale. Me fitore kush më, se unë thash se the për në një ekip futbolli, se me fitore kush, kujt, çfarë? Jo më vallë fitore Partia Socialiste vetëm ajo. Partia Socialiste. Kemë po, është mendimi jot, më thash se the me fitore Interi apo Reali, po, Jo më jo. Jo. Po? Kështu, ç'është. Sa desha shu se në gjo mondi në nes të ka ardhë në një përgjigje, se më flasë në Italia, në një përgjigje për me tapa, në një mesazh për këto fletat e votimit. Po do t'ju vinë, ato po paketojnë... Po do nga vineve në një mesazh? Shiko, do t'ju vi mondi jeni registruar e tjere dhe po fillon procedura. Po paketohen, po futen në zarfa edhe po nisen. Janë nisur 20.000 parat, po në total janë 246.000. Afërsit, kështu që do t'ju vi edhe ju personalisht
do t'ju takoj Korriri e tjetër, do t'ju vi. Patjetër, po. Do t'ju vi. Po, Ando, po ç'është ai Amerikani që ka ardhur për salën më burr? Amerikani që ka ardhur për salën? Ç'është ai? Konsulent, konsulent ta quajmë. Kështu është pak a shumë. Po për ç'a hyn punë? Për ç'a hyn në punë? Edhe desha me bëu këtë pyetje. Po. Populli shqiptar. Po. Një gjë mondin. Po. Populli shqiptar kujto se do vi sala në pushtet, edhe do vi dhe ndrita siç kanë vjet Korendi përpara unë nuk e kuptoj, unë nuk e mor vesh për zotin. Po. Nuk e mor vesh. Këto kujtojmë, i pjazë do bëhet si 95, 93, 94, duke shit qofte me Mishqeni në qendër Tiranës. Ja, po me dia imam mend ti apo jo? Po jo, deri aq jo, po. Ka qenë nomi, kështu kujtojmë. Oj, okay, mirë. Një gjosha dje pa mirë topin. Po. Mirë pra Andi. Faleminderit monde. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, ecim një tjetër opinion, nuk dhe sa kemi dispozicion në fakt. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, zotë gazetar, mirë mëngjesi, përshëndetje. Ju dëgjojmë me vëmendje. Përshëndetje. Përsa i përket prokurorëve, ka prokuror të mrekullueshëm, të shkëlqyer, të mësuar, të kualifikuar, por ka dhe prokurorë që nuk e din ç'është e drejta juridike penale. Se kanë ardhur dhe me miqësi, kanë ardhur dhe me shoqëri, siç ka në çdo sistem. Edhe ka dhe nga ata të plepave, që nuk kanë hap derë fare nga kjo. Se nuk pranohet zotëri në një vend që neve duam të vemi në Evropë, një qytetar tjetër, fye një gjam, fye një gjam makine, një gjam shtëpie me rreth zvarë, një njeri tjetër që ka vrarë, ka prerë, ka trastuar, e lëm akoma ose me detrim paraqitje, ose me arrest në shtëpi, ose me shtët të mundani di. Imaginoni si u shkata nisur që punë. Kurse mua më shqetëson një gjë tjetër, problem shumë i madh. Ju dëgjoj. Për atë Laçavika, i futëm i nderuar gazetar, futu sot në kanalet portative dhe lexo në Google që Laçavitën se ka treguar Trumpi, por është një agent politik privat që është marrë me qira nga Sali Berisha për të bërë propagandë. Imagjino kush ka ta ndisur Shqipëria. Merë futu sot. Edhe në qoftë se kjo nuk është e vërtet, unë të bëj nesër autokritike. E që në faqen jo, zotri, tani se nuk kemi kohë, po unë e di shumë mirë që logjika gjithë këtë është, le të themi, një kompani privat, një konsulent privat e tjerë, që patjetër i bie që është paguar se sa nuk e dim, për të bërë strategjinë e fushatës e tjerë. Bravo. Tani ka qenë edhe i Trumpi dakord e gjitha, po... Unë si jam i dërguar i Trumpi, unë jam një njeri privat, a i ka kompanimet i private, po jo, sepse të tërë këta thonë, këta të djatët, thonë që e ka dërguar Trumpi që të bëjë këtë e të bëjë. I ndalohet me ligjë, zotëri me ligjë ndërkombëtar, nuk e të drejt ti të vishë këna bësh neve moral, se ke ardhë në Amerika, apo nga Turqia, apo nga Zelanda, apo nga Irani, nga ke ardhë. Mirë. Prandaj, shikoni që pëndos në këtë Shqipëri. Sot, po të futesh atje e gjën. Dhe ai ka ardhë dhe e ka marrë Partia Demokratike me qira. Ku gjënden këto para? E para. Dhe fundit që kam. Ka shumë qytetarë që plasë kështu ka bërë ai e kështu ka bërë ky. Qeveria që ka miratuar gërdeqe me në krye Sali Berisha me Fatmir Mediun do të ishte zhdukur nga faqja e Deut, sepse kanë në mënyrë anonime kanë votuar të gjithë që të demontojnë një qindra mijëra tonë preza municione në një zonë të banuar. Është krim. Dakor. Faleminderit përshëndes për telefonatën, se kalova edhe limitin. Në pak publicitet kalojmë shumë shkurtimisht disa këshilla biznesi minderes patjetër dhe rikthehemi, vijojmë me fleshin informativ dhe sërish me shtypin ditës dhe jo.